Si mendoni, pse u tërhoq Erion Veliaj nga vendimi i tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë së Tiranës, duke theksuar se ishte thjesht një keq kuptim me kryeministrin Edi Rama? Është ajo që thash parë, se i ka vajtur Haberi, i ka vajtur Haberi dhe i ka thënë, i dërguar fjala që ke kujdes, mos kalovi në kuqe, i ka thënë Edi Rama. Natyrisht këto nuk i thonë që ti dëgjoj unë e ti, zotëri, e ti dëgjoj populli. Këto habere ata nuk i japin. Përse vajti Ulsi Manja, është rasti pa shembull vetë Ulsi Manja dhe takon burg. Do më thoni ju çfarë bisedash kanë bërë vesh më vesh? Do më thoni ju cili që objekti i vizitës së Ulsi Manjës në burgun e Durrësit për të vizituar Erion Velin? Në fundit Erion Velia është aktualisht i pafajshëm, se s'ka vendim gjyqësor. Atëre Ulsi Manja pse vajti? Erion Velia është person në hetim. Është person që hetohet dhe ndiqet penalisht në kushtet e arrestit me burg. Ulsi Manja pse vate? Pse nuk del të flas ai? Ma bën atë mjekër thjapi ai. Pse nuk del? A mendoni se Erion Veliaj është braktisur totalisht si nga njerëzit e tij, po ashtu edhe nga kryeministri Edi Rama? Pasi që bëhet fjalë fare. Tani që urrëzua e din mirë ata se ku e ka vendin Erion Velia, e din mirë se çka bërë Erion Velia, sepse zotëri, po nuk ka në rastin të shkoni në Sharp, të shikoni se kemi pasur raste fatkeqësisht në miqen shok, dhe kemi vajtur mbarezat e Sharës, dhe kemi parë tmerrin e malit me flera që është atje. Dhe askush nuk përgjigjet. Nuk përgjigjet. As padrinua, që është Edi Rama, babakalua, kur i thot nga njerë Alfred Sako, as padrinua. Nuk përgjigjet Edi Rama, për asnjë gjë. A e keni vënë re që nuk jep asnjë llogari? A e keni vënë re që si kërkon kush llogari? Tani s'ka më parlament, s'ka më mbledhje qeverie, po deri tani ç'kish. Ai bën si do qefi zotëri. Ai ishte mbreti pa shpallur. Ai ishte një bandit, një krye mafios që nuk ka të tillë Shqipëria, s'ka parë të tillë. As Enveri s'ka qenë kështu. Po ai përfiton nga një gjë. Përfiton nga nënshtrimi që i bëri padrinua i PD-s Sali Berisha. Enver Hoxha zotëri ndë një 45 vjet në pushtet, 35 vjet po rri Sali Berisha, që nga shuar politika shqiptare dhe spektri politik shqiptar, ose burrat apo gratë e PD-s, që të zgjedhin njëri tjetër, ta vën kryetar, po do mbetet për jetë Sali Berisha. Dhe pse e ndihmon Sali Berisha? Sali Berisha i e presur procesin në 21 prill të 2008, se kam thënë në mënyrë përsëritur. Këta rivendosin diktaturën e Partisë Punës me ligjin zgjedhor. Këta me atë ligj, sikur 5 veta të dalin të votojnë, ata mbeten në pushtet. Dhe në pushtet do bëjnë ato që kanë bërë bashkë, se bashkë i kanë bërë të tëra deri tani. Është një lloj përgjegjës Sali Berisha me këto veprime që bën Edi Rama. Është një lloj fajtor. Vjedhin të dy një lloj. Janë të dy hajdut, kusari, kanë të tëra zezat, kriminal, i kanë të dyja një lloj. Prandaj unë nuk e ndaj Edi Rama nga Sali Berisha. Janë binjak, janë vëllezër siamez. Si është e mundur që jo përmendet pak më parë është lënë ajo situatë në sharr në atë formë dhe në atë mënyrë? S'ka kush i kërkoj llogari, kush e kërkoj e sa? Pa më thoni ju? A e dini ju sa oligark të Sali Berishës dhe sa aksione ka Sali Berisha në këto kullat që ngrihen rreth rrotull? Si mendoni ju? S'ka pjesë të Saliu atje? Absolutisht jo. Ka pjesë siç kemi të. Është pjesë e shfrytëzimit dhe vjedhjes e grabitjes së pasurive kombëtare Sali Berisha. Është aktor dhe regjisor bashkë me Edi Ramën. Ore vjedhin bashkë këta të dy. Sali Berisha nuk ka burdhënë që t'i ngrihet për t'i dalë kundra. Se kushdo që i doli kundra, që në 92-shin deri më sot ka gjetur vendin. Ca janë sëmurur në kancerit, ca kanë vajtur për check-up në Napoli, një 5-6 kanë vajtur në Napoli që kanë ndruar jetë. Pra nuk guxon më njëri, i kanë parë dhëmë të ujkut me Sali Berisha. Sali Berisha të vret. Sali Berisha nuk
nuk kërkoi, nuk bëri asnjë hetim për vrasjen e Remzi Hoxhës. U lëret e Remzi Hoxha nga varri. Dhe vrasja e tij mori strehim politik në Londër. Dhe se kërkon asnjëri, pse se kërkon mirë Salim, pse kërkon se kish dorë të tij. Po e dira më pse se kërkon. Prandaj po them, të shikosh i gjithë sferën e veprimtarisë tyre brenda dhe jashtë vendit, ekonomike, politike, shoqërore, këta janë një lloj, këta janë vëllezër siamez, këta i bëjnë të tëra bashkë, lozën tallen me shqiptarët, bëjnë sikur zihen dhe nuk bëjnë asgjë. E thash këtë për arsye sepse nëse do ishte opozita me të vërtetë opozitë shqiptare, Edi Rama nuk bënte 24 orë në pushtet. Po Sali Berisha i ka tallur demokratët me muaj, me vite të tëra, me xhiro në bulevard dhe absolutisht asnjë, vetëm tallje. Vetëm shiko more se vjen dhe njerë pa qoç, ka thënë njëri njerë. Edhe ky i nxjerrën pas në bulevard, i nxorri bulevard shumë kohë, e pse i nxorri, çfarë bëri? Një vrim në ujë. Isa Edi Ramës mos kemera këse këta dele që ka mund një rregullojnë këta, mos kemera këti. Se s'ka kundështar politik, s'ka konkurencë në Partinë Demokratike. Ashtu si kurse nuk kishte konkurencë në Partinë e Punës me Enver Hoxhën në krye. Sali Berisha është një Enver i dytë në drejtimin e partisë. Po ashtu, e njëjta politik është Edi Ramës. I kanë vënë në thundër, i kanë korruptuar, i kanë komprometuar, disa me para, disa me krime, dhe nuk ka burë që i kontrolluan. Këtë bën mafia. Kryetarët e mafjës, kapobandat me kështu i korruptojnë ata mbështetësitë e tyre që po komandojnë botën. Si mendoni për të mbetur sërish tek Erion Veliaj, si mendoni, a është shantazhuar apo kërcënuar Erion Veliaj që u tërhoq nga vendimi i tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë Tiranës dhe që tashmë nuk ka më atë reagim që ka pasur në ditët e para? Padyshim. Se lot topi. Më kujtohet shantazhi që ju bë Saimir Tahiri për djalin. Këta janë, por e të thash, aty më mretëron më i fuqishmi i lukunisë së uqërve. Janë një lloj të tërë. Nuk është më pak bandit dhe hajdut Erion Velia. Por më i madhi, më i forti është Edi Rama. Sepse ka qelsat më shumë, ka pushtetin, ka kareken, dhe detyrohet që t'i bindet. Po të shikosh në mbretërinë e uqërve, një është që komandon gjithë lukunin. Të tjerë t'i binden të tërë me radhë. Nëse ndonjëri e kundërshton, ai që është më i fuqishëm, vetë e kap dhe ai ujku i dobët bishtin në shale dhe ikën. Të gjë bëri Erion Velia. Erion Velia nuk është trim, nuk është politikan. Erion Velin e bën trim dhe politikan e bën para të Sorosit. Dhe u pa hajri. Dhe të gjitha ata që kanë marrë para nga Sorosi për të shkatëruar Shqipërinë, për të shkatëruar ekonominë shqiptare, për të shkatëruar, për të denigruar në ekstrem qytetin e Tiranës me këto pislliqe ndërtime që kanë bërë, të tëra këto kanë mbulur Erion Velis. Natyrisht me miratimin e të dy uqërve të mëdhenj.